Ja kur rikthyer në studio sërish me intervistën e parë për ditën e sotme, unë në studio kam të ftuar profesorin e bujqësisë Imer Rusinoci. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë teleshikuesit. Është kënaqësi që ju kam në studio. Ju lutem, është obligim, po ashtu i joni që kur e ka nevoja duhet sugjerojmë, këshillojmë, rekomandojmë e tjera. Faleminderit shumë. Do diskutojmë sot në fakt për vërshimet e shumta që faktikisht vendi jon jo pak hasi kohëve të fundit. Kanë qenë faktikisht shkakja e asaj që bora na mungoi dhe diçka realisht duhet kishte. Mirë po, sa i shkaktojnë dëme gjitha këto vërshime tokës bujqësore që jo pak kemi faktikisht në Kosovë? Po, është e vërtet që për dallim nga vitet paraprake, ky vit është karakterizuar me një sasi relativisht vogël të rreshje në formë të borës në raport me vitet tjera dhe përpasoj 2 muajt paraprak, domethënë pjesa dërmuese e ditëve të tyre ishte të themi kështu kushtimisht në këtë periudhë qetësie me ariditet ose me thatësi. Dhe normal që tani këto ditëve të fundit u shpreh një intensitet i madh i rreshjeve me domethënë shi kështu shumë intensiv dhe përpasoj ekspozicionet e rrafshta posaçërisht vendet të cilat karakterizohen me lartësi të ulët mbidetare dhe që nuk shquhen me as pak pjertësi, normalisht që akumulojnë, grumbullojnë sasi të madhe të lagështisë dhe përpasoj në të gjitha ngastrat kultivuese paraqitet ujë stagnues, gjë që shkakton shumë probleme të bimët, fillimisht shkakton asfiksinë ose pamundësinë e frymarrjes dhe shkalla e dëmtimit të tyre është dukshëm me alert për aq sot qëndron uji i tillë stagnues. Përmes rekomandimeve, këshillave, trajnimeve të ndryshme, çdo herë fermerëve në vjesht ju rekomandohet për gjithat mbjellurat vjeshtore në përgjithësi dhe për grurin në veçanti, duke shquar këtë si kulturë më reprezentative në raport me të tjerat, që të gjithë fermerët që kanë gastra në pozicion të rrafsht, në ekspozicion domethënë që nuk shquhet me pjertësi, të hapin lateral ose vija ansore, brazda, hulli, si ti quajmë ato njëjtë, është i njëjti kuptim, po ja që shumica prej tyre këtë nuk e zbatojnë dhe për më tepër damet janë shumë të mëdha në regionet të cilat karakterizohen me afërsi të lumejve. Kjo është një dukuri që vite më parë, domethënë kemi rekomanduar që digasteri përkatës në bashkëpunim me nivelin rajonal dhe komunal të rregullojë një herë për gjithmonë shtretrit e lumejve, por këto tendermanici duket kështu shkojnë sikur të ne aramara dhe nuk rregullohet. Rast konkret është me çështjen e lumit Morava për pjesën e Ana Moravës, ku vërshimet janë shumë masive. Para 2 ditë ishëm në Viti në shumë fshatra, domethënë dhe sheh sipërfaqet e tëra me ngastra kultivuese të vërshuara, që ka vërtet është dëm shumë i madh. Pastaj problem i ngjajshëm pothuajse është në regionin e Fushë Kosovës me lumin Sitnica, i cili për çdo intensitet të rreshjeve del nga shtrati në Ushtri, në Mitrovic, në Klin, në Rahovec dhe unë mendoj se shteti në këtë rast duhet të mendoj pak më seriozisht dhe këto ditë është e rrugës dhe unë i rekomandoj digasterit përkatës që të ngrit një komision profesional dhe të caktoj shkallën e dëmeve në veçanti për fermerët, sidomos në zonat me ekspozicion të rrafsh, sepse të tillët nëse vërtet shquhen me dëme kështu të mëdha, demotivohen, dekurajohen dhe nuk kanë ndonjë interesim për punë. Këto bimë të cilat janë mbjellë në këto kohë, me të gjitha këto vërshime nuk kanë shansa për të nxjerrë ndonjë fryt? Tani shkalla e dëmeve tek bimët e mbjellura është, e thash edhe në fillim, ndoshta shkarazi e shprehur varësisht nga qëndrimi i ujit stagnues në sipërfaqe të tilla kultivuese. Nëse vërtet qëndrimi i ujit të tillë stagnues që karakterizohet me asfiksi është për periudhë të gjatë kohore, normalisht që bimët vdesin dhe në situatat e tilla ato ngastra duhet të rimbillen, përkatësisht duhet të vijojë tani mbjellja e kulturave pranverore, çfarë do të mbjellin ata bimëtar, operime ose domethënë përdimtari intenzive, mvaret se çka kanë plan operativ. Po që se ngastrat janë të karakterizuara me një pjertësi sadopak të vogël dhe shkalla e qëndrimit të ujit stagnues nuk është për ditë të tëra, atëherë bimet janë të dëmtuara, por nuk është krejt prodhimtaria e dështuar. Në situatat e tilla, domethënë nga këndvështrimi profesional, rekomandoj dhe i sugjeroj të gjithë fermerëve që të bëjnë një ushqim suplementar ose një riplehrim, siç e quajmë na, me plehra azotike, sepse në situatat e tilla mundsohet regenerimi i tyre
dhe çdo fermer mund ta konstatoj bimen për shkallën e dëmtimit që mund ta ketë, po që se nën sipërfaqen e dheut i ka shpëtuar nyja e vllazërimit. Nëse ajo nyje është me vitalitet, është e gjallë, domethënë, atëherë mbërthejnë kërcej tjera ansor, sekondar, terciar, kvaternar kështu me radhë, ndërsa po që se nyja e vllazërimit vërtet nuk është më vitale dhe ka vdek, atëherë rimbjellja duhet pa në dyshje përsëritet në ngastrat e tilla. Në fakt, të gjitha këto vërshime ndikuan shumë edhe në buxhetin e të gjithë këtyre fermerëve, sepse realisht kanë kushtuar ato të mbjella dhe tani më janë, nëse themi disa prej tyre ndoshta janë pamundësi për të nxjerrë fryt në pranverë. Mirë, po, të gjitha këto dëmtime që i kanë ndodhur këtyre fermerëve, ajo del në ndihmë sa të pak qeveria, institucion përkatëse? Normal, çdo kulturë ka një kost të caktuar. Ajo është relative, mund të jetë më e ulët te kultura tradicionale, më e lartë te perimet. Për shembull, nëse e marrim grurin dhe e analizojmë, ai mund të ketë një kost të 700 euro, varësisht domethënë nga doza inputeve që janë përdorur për aty por i sillet. Nëse e marrim për shembull një më intensive siç është patatja, ai mund të jetë deri në 3000 euro. Dhe kjo shkallë domethënë nuk është e njëjtë. Vendet normale krijojnë ashtu quajturin fond për fatkeqësi elementare, siç është rasti domethënë tash me vërshime, mund të jetë situata ngjashme hipotetikisht, po themi në verë, nëse shkallë e madhe ariditetit ose fatësisë, mund të jetë për shembull një prej shkaqeve elementare ose fatkeqësive natyrore, zjarri gjatë korrjeve të sipërfaqeve me hamullore kështu me radhë, dhe për të tilla raste emergjente, vendi duhet të ketë domethënë pashuaj kushtimisht një fond rezervë që të kenë fermerët në dispozicion sadopak mjete që ta zbutin, edhe nëse tërësisht nuk arsyetuat atë kostot e prodhimtarisë. Pjesërisht, mendoj se kjo është shumë imediate për vendin dhe unë mendoj se qeveria nuk duhet ta ketë bujqësinë prioritet vetëm në fjalë, por duhet ta ketë në vepra. Shpeshherë domethënë me interpelanca të ndryshme të kuadrave të profileve të ndryshme, është pak si të themi tek ne shqiptarët, ndoshta shpeshherë na del inati paramendjes që nuk është absolutisht e arsyeshme, kërkojnë me qenë dominues në rreth ose në shoqëri me pas kulte e tjera, por unë nuk po e kërkoj këtë tretman, unë po kërkoj që bujqësia ta ketë tretmanin që vërtet e meriton, që vërtet i përket, për faktin se të gjithë ekspertët e bujqësisë, fermerët, qofshin ata prodhues ose përpunues, pikësunim ose target kryesore kanë humanitetin domosdoshmë, sepse kanë prodhimin e ushqimit, dhe kjo është arsyeja se vërtet bujqësia duhet ta ketë tretmanin përkatës ose meritor, të paktën të merret modeli i vendeve të rajonit. Mos bëjmë një shkollë krahasimore me vende që kanë trend të lartë të zhvillimit ekonomik, siç janë vendet të BE-s, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e tjera, sepse janë modele të pakrahasueshme, por të paktën të kemi model të rajonit siç e bëjnë edhe vendet të rajonit. Sa i takon këtyre dëmtimeve duhet patjetër të importohet, sepse nëse këto bim nuk rriten, domethënë nuk i kanë kushtet, importi rritet realisht, edhe është në dëm, po ashtu si të fermerëve, po ashtu edhe të xhepit tonë si konsumator, si qytetar. Kjo nuk është vetëm një e keqe çka e potencuar, sepse është e vërtetë. Mirë, po përpasoj domethënë përveç që rritet importi, atëherë shtohet shkalla e eksportit të parave së gatshme që qitet jashtë dhe për më tepër çka është skandaloze, në shumicën e rasteve produktet elementare bujqësore që importohen nuk plotësojnë standardet, sepse vendet e rajonit domethënë vitalitetin standardizues të gjitha prodhimet veta normal që e përdorin për nevojat vetanake, për nevojat e popullatës së vet, dhe shpeshherë neve në Kosovë domethënë na ka ndodhur që importojmë edhe prodhime bujqësore elementare të dyshimta që janë jashtë standardeve. Në këtë kontekst, jo rastisht të thash që bujqësia duhet ta ketë vendin meritor që ka, sepse po që se vendi ka pikësynim që të integrohemi në Bashkimin Evropian, domosdoshmërisht edhe nga aspekti i bujqësisë neve duhet t'u atashojmë standardet sasisë dhe cilësisë prodhimeve bujqësore. Është marramendse nëse analizohet domosdoshmë shkalla e importit prej vitit në vit, nuk ka ndonjë trend që tregon për një rezultat pozitiv nga ky vit në vitin e kaluar, në vitet paraprake e tjera, dhe vërtet kur këtë analizoj dhe shiqoj domethënë nga dhonat zyrtare, që janë dhona institucionale, që varësisht nga viti sasia e importit për prodhime bujqësore përfshirë edhe duhanin e 700 milion euro në vit, ajo është mbi gjysmën e buxhetit të Kosovës, gjë është vërtet skandaloze sepse Kosova predisponon konditat mira klimatike dhe toksore për të kultivuar prodhimet bazë, të cilat nuk kemë nevojë të importojmë në sasira kaq të mëdha. Është absurde që dali unë ose kush do të qoftë në këtë vend dhe thotë që ne do ta bijmë shkallën e bujqësisë zero në kuptimin e importit, sepse është e pamundshme, disa nga prodhimet bujqësore nuk bëhen në Kosovë. Vjen fjala orizi, agrumet, limoni, kafja e tjera, ato domosdoshmërisht duhet të importohen. Por që të importohen kaq sasi të mëdha të drithrave, gruri,
grurit, misrit, prodhime e bazë që i mundsojnë konditat agroekologjike në Kosovë, vërtet është një absurditet i llojit veçantë që kozë vështirë është e shpjegueshme kjo punë. Po e marr vetëm prodhimin primar, strategjik, grurin, do më thonë, mielin e grurit, gjitha prodhimet e grurit, farën e grurit, varësisht nga viti Kosova importon 60 milion euro, që nëse marrëm këtë periudhë, po themi kushtimisht 16 vjeçare, është një shifer që është 1 miliard euro import të produkteve të grurit, qoftë edhe grur merkantil për industrinë e blojës, që shpeshherë kem pas dilema kur i kem caktuar sondazhet në laborator me peshujën hektolitrike për të përcaktuar randmonin e miellit, që nuk i ka plotësuar në kuadër të standardeve që parasheh. Në fakt, realisht të dhimbshme, thënë të gjitha këto, mirë po të kthehemi pak në kohë në fushatat elektorale, premtimet shumë të janë dhënë se i takon sektorit të bujqësisë për t'i dalë në ndihmë. Deri tani, në bazë të kësaj që po thoni ju, nuk është që janë mbajt apo jo. Tani duhet jemi korrekt, sepse për dallim prej fushatës elektorale, do më thonë prononcimi profesional duhet ketë bazament, duhet ketë argument. Që është e vërteta, është fillua diçka në bujqësi, por rezultatet po në mungojnë. Do më thonë, këto vitet e fundit, pikrisht të deshta ta spjegoj, është fillua me masa stimulative, që është absolutisht okej, që është dakord, po ja se rezultatet nuk janë inkurajuese, do më thonë, bujqësia e don një buxhet të dedikuar për qëllimet caktuar, i cili duhet të monitorohet, i cili duhet të përcillet, do më thonë, edhe nga nivelli komunal, edhe nga nivelli rajonal, dhe absolutisht, dhe çdo mundësi e keqpërdorimit që evidentohet, do më thonë, fermerët e tillë duhet të penalizohen ose të sankcionohen për masa stimulative të reja që mund të apresin vite të tjera. Nuk ka rëndësi si do t'ja vush emrin, si do të nominosh atë masë stimulative, mund t'jetë subvencion, regres, premi, e tjera, është në rëndësi do më thonë që këtë mekanizm të vush në funksion, sepse krejt kjo koincidon do më thonë me produktin final. E tillë është prodhimtaria bujqësore, pej prodhimit primar deri në finalizimin e saj, dhe nëse krejt kjo nuk stimulohet me monitorim ose me mbikëqyrje profesionale, normalisht që rezultatet do të mungojnë. Do më thonë, kur bisedova një ditë me një kolegë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, tha jatë që buxheti këto vit është vërtet më i lartë se sa në periudhën para 4-5 viteve kur patarë dhe pa të bënë një studim, por rezultatet, do më thonë, tregues, indikatorët nuk po ju shquajnë për diçka, atëherë këto diçka nuk është në rregull, do më thonë se o ka mundësi keqpërdorimi, o ka mundësi që të evidentohen raste që marrin të tilla benefite dhe nuk e punojnë fare, do më thonë, ose karakterizohen me prodhimtari të ulët e tjera. Ua kam propozuar një model qeverisë të Kosovës, përkatësisht Ministrisë së Bujqësisë, që bie fjala subvencionimin e grurit si prodhim bazë strategjik që mundson bukën, mos ta bëjnë për njësi sipërfaqësore siç e kanë si modalitet, por do të ishte mirë domethënë që ta ndrojnë këtë kriter dhe ta bëjnë në bazë të produktivitetit. Nëse një produktivitet punët e fermeri është, po themi me një limit, kushtimisht, si shembull konkret 5 ton për hektar që të merr stimulimin, atëherë fermeri i dytë normalisht që do ta njeh fermerin e parë, do ta kalon atë, do ta pret benefiti dhe në mënyrë të drejtë për drejtë shtohet GDP-ja ose bruto prodhimi vendor në bujqësi. Këto janë masa domethënë që shkorazi ka dhe modele të tjera, që është e pamundshme t'i shpjegojmë për emision të shkurtë në televizion, por që duhet të kenë domethënë kriteret mirëfillta dhe përcjellje ose monitorim profesional. Më bëritëm në minutat e fundit, profesor, megjithëse ndoshta do ishte kjo shkoja e intervistës, mirë po unë shpresoj që vërtet të ketë një zgjidhje sa më shpejt, sepse duke pas një tokë bujqësore është gjynat importohet kaq shumë në këto dëme që i shkaktohet si neve si konsumator, po ashtu edhe të gjithë fermerëve, bujqëve e kështu me radhë. Pikrisht, unë përveç kontaktit përditshëm që e kam domethënë me studentët tash 30 vit edhe me njerëz të kategorive të ndryshme, gjithë janë domethënë të një ideali të tillë që vërtet ta kenë një prodhim bujqësor të nivelit më të lartë dhe që këtë ta begatojmë domethënë me standarde çfarë i kërkon sot Bashkimi Evropian, dhe kjo normalisht nuk kem diçka tjetër. Vjen fjala po duhet shkurt për gjysmë minuti nëse mund ta përmbylli. Kosova nuk ka asnjë shans të bëj gara me Japoninë për elektro, me Gjermaninë për Mercedes, me një vend zhvilluar për bombë atomike e tjera, domethënë të paktën me bujqësi mund të bëj diçka dhe ta përmirësoj këtë gjendje, jo që të bëjmë me mrekulli të madhe se jemi shumë vend i vogël që të garojmë domethënë me vendet e BE-s, por që këtë shkallë të importit ta kemi dukshëm më të vogël. Faleminderit shumë edhe një herë, ju uroj shumë suksese në punën tuaj. Ju lutem, ishte kënaqësi. Ishte ky emisioni i sotëm, ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen. Një tjetër takim do t'ju pres nesër në orën 7:15. Deri atëherë ju uroj të gjithëve ditë mbar. Mirupafshim nesër.